أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falendërohet. Sado që na e falenderojmë Allahun, përsëri falendrimet tona janë të mangëta përballë mirësive dhe dhuntive dhe begative që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriut më të mirë në fytyrën e tokës, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, njeriut me të cilin Allahu i madhreshëm e bulosi vargun e pejgamberisë, njeriut nëpërmes të cilit Allahu e përhapi dritën e tij, njeriut që nëpërmes të tij e solli mëshirën këtë botë, udhëzimin dhe orientimin e njerëzimit, e la njerëzimin një rrugë të qartë edhe të drejtë. Kush e ndjek atë rrugë, sigurisht që fiton mirësitë e Zotit në këtë botë dhe fiton me garanci xhenetin në ahiret. E kush largohet nga kjo rrugë, nuk i bën dëm askujt përveç vetes së tij. Të dashur vëllezër, pas një shkëputjeje për një muaj e gjysmë në Ramazan, pak para Ramazanit dhe pas Ramazanit, i rikthehemi përsëri rrëfimeve kuranore. Mësimi i fundit ishte mësimi me numër 145, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë me mësimin 146 me këto rrëfime kuranore, me këta pejgamber, njerëz të zgjedhur nga Allahu Dhul Xhelal, për të cilët na flet Kurani fisnik në këto rrëfime dhe na mundohemi të zbërthejmë ato para jush. Në mësimin e fundit përmendëm fillimin e fundit të popullit Thamud. Dhe tani futemi në detajet e shkatërimit të këtij populli, se si Allahu i madhërishëm me urtësinë e tij, me dijen e tij, me drejtsinë e tij dhe me vendimin absolut të tij e vendosi me shkatru këtë popull. Pasi që Salihu alayhi salam e dha maksimumin në udhëzimin e popullit të tij dhe bëri çmos që ta vendison atë popull, solli lloj argumentesh që të binden ata se thirrja e Salihut alayhi salatu wassalam, thirrja e tij në tauhid, në monoteizëm, është thirrje e shpëtimit, dhe se nëse ata nuk i përgjigjen kësaj thirrjeje dhe nuk i respektojnë ato shenja, shkatrimi do të jetë i sigurt edhe i afërt. Në këtë ballafaqim të Salihut alayhis salam, duhet ta shohim edhe na vetveten tonë. Ne hoxhallarët dhe ne besimtarët praktikues të fesë, sa japim mundin, sa angazhohemi, sa kontribojmë që t'ja ofrojmë thirrjen e Zotit njerëzimin përgjithësi e popullit ton veçanti. Sa na merremi me thirrjen islame. Sa na e kemi breng, gajle, preokupim, udhëzimin e njerëzimit përgjithësi dhe udhëzimin e popullit ton veçanti. Apo vjen situata që na shohim shpëtimin ton si prioritar
dhe të mendojmë se po shpëtuam na, një nga një mjaft është për ne. Për tjerët nuk kam kohë, as nuk kam fuqi, e as nuk kam mundësi të merrem me ta. Qasje e dobët, situatë alarmante, moment ku nuk duhet lejon besimtari vetes e tij të bie në këto nivele të ulta. Që të mendon vetëm për shpëtimin e vet, sepse edhe ai më tani i rrezikohet. O vëllezër, Allahu i Madhërisëm në vazhdimsi të gjithë neve na jep mundësi të lloj-llojshme, hapësira të ndryshme, që na të reflektojmë, që na të shtojmë dijen fetare, të shtojmë adhurimet tona, të shtojmë imanin, takvallokun, që të sigurojmë vetveten. E më pas, me dijen dhe imanin që kemi, të mundohemi të bëhemi urë edhe për tjerët, të ndriçojmë edhe mendjet edhe zemrat e tjerëve. Të dashur vëllezër, ju të pranishëm në këtë xhami, duhet ta kuptojmë seriozisht se njerëzimi ka nevojë për udhëzim. Dhe udhëzimi i njerëzimit nuk i vjen nga qielli, megjithse i gjithë udhëzimi ka ardhur prej qiellit. Po tani udhëzimi i njerëzve një nga një u vjen prej neve që jemi në tokë. Me atë që e marrim nga ajo që na ka ardhur prej qiellit, shpallja e Zotit Dhul Xhelal. Ama unë edhe ti duhet jemi sebeb i udhëzimit të tjerëve. Nëse unë edhe ti nuk punojmë, nuk angazhohemi, nuk kontribuojmë, të tjerët s'ka kush i udhëzon. Edhe në këtë rrugë nuk duhet me prit rezultate marramendëse. Unë punoj, angazhohem, mbaj ligjërata, seminare, simpoziume, tribuna, shkruaj, përkthej, publikoj, edhe krejt bota tani duhet me ndjek mu. Krejt bota duhet me u përgjigj thirrjes time. Asnjëherë s'ka ndodhur në historinë e pejgamberëve të Zotit që krejt njerëzit e kohës timi u përgjigj thirrjes së pejgamberit të Zotit. Asnjëherë. Kështu që mos prit edhe ti që në mundin angazhimin tanë me gjetë përgjigje gjithë përfshirëse nga gjithë shoqëria jote. Andaj e kemi Salihun alayhis salam i cili krejt të punë i bëri. Krejt mundi dhe angazhimin e dha, pastaj çka ndodhi, shumica e popullit të tij e refuzuan dhe Salihun alayhis salam e përcjelli, e pasoi, e ndjeki vetëm një pakicë nga populli i tij. Mirë po, a janë një, a janë 10, a janë 100, a janë 1000, a janë 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 5 miliona, 10 miliona, s'ka lidhje. Rëndësia është që na ta japim mundin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. E pastaj secili e merr edhe shpërblimin, edhe ndeshkimin sipas vendimit të tij. Ti s'kemo përgjegjësi për atë që ndodh më pas. Ama deri këtu këtë kemi në përgjegjësi. Edhe andaj nga ky angazhim i jashtëzakonshëm i Salihut alayhis salam në udhëzimin e popullit të tij, ky mësim duhet merret. Edhe pyetjen që duhet t'ja përshojmë vetes, sa na nga jeta jon kemi dhënë që të bëhemi sebeb për udhëzimin e tjerëve. Dhe sa na nga jeta jon kemi harxhu për miqenje, rahati, komoditet, lumturi, kënaqësi të kësaj bote. Kjo shumë është më rëndësi. Edhe e dyta, rezultati nuk matet me sasi. Në gjithë se gjithë na dëshirojmë rezultatet kemi të bollshme, por nuk matet me sasi. Thjesht udhëzimi pastaj është nga Allahu i Madhërisëm. Këndon Allahu me udhëzu e udhëzon. Këndon Allahu me braktis lëfitje ndevjem e lën. Ma nuk është kompetencat tona. Inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allah jehdi men yasha. Nuk mundesh të udhëzosh atë që don ti, o Muhammed, thot Allahu i Madhërisëm. Por Allah është ai që udhëzon, këndon ai.
Ja tha këtë gjë Allah i madhëshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e pa dëshirën e flakt të tij që të pranon Islamin axha i tij Ebu Talibi, i cili e ndihmonte Islamin dhe ndihmonte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mirë po udhëzimi është në dorën e Allahut xhelal. Dhe për këtë shkak na nuk duhet ndalemi e as të brengosemi, as të mërzitemi. Ama të pjesa e parë po. Edhe vazhdimisht na duhet këtë pyetje t'ia vazhdojmë vetes. Cili është mundi jon, angazhimi jon, kontributi jon, brenga jon në lidhje me udhëzimin e popullit tonë. Secili prej nesh brenda familjes së tij gjen hapësirë për davet. Brenda fisit të tij gjen hapësirë për davet. Brenda kombit të tij gjen hapësirë për davet. Nëse dalim edhe lëvizim, edhe shëtisim, edhe shohim gjendjen fetare të popullit ton, vazhdimisht do të bindemi se nevoja e tyre për udhëzim është shumë e madhe dhe kontributi jon për udhëzimin e tyre është shumë i vogël. E në momentin që na nuk brengosemi për këtë gjendje dhe nuk kontribuojmë, dhe Zoti i Dhul Xhelal e vendos me ndeshku këtë popull apo këtë vend, ta dim unë edhe ti se edhe na kemi përgjegjësi në këtë rezultat fatal që ka mundësi mi ndodhë këtij vendi dhe këtij populli tonë. Për shkak se nuk jemi mobil, të lëvizshëm, aktiv, aq sa duhet në përhapjen e mësimeve të Allahut Madhërisëm dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo situatë e cila mo erdhi në fund, Salihu alayhis salam e pa se ky popull me inatin që ka, refuzimin e tij, kundërshtimin e paluhatshëm ndaj thirrjes së tij, është duke ardhur në fundin të cilën e tregoi Allahu i Madhërisëm dhe tha se o keni me pranu thirrjen e Zotit, ose ndeshkimi i Allahut është shumë afër tek ju. Në këtë formë, siç përfundon ky ballafaqim i Salihut alayhis salam me popullin e tij, përfundon çdo ballafaqim i hakut me batilin, i të vërtetës me të kotën. Ka përballje, ka kundërshti, ka paraqitje të fakteve dhe argumenteve, stacion pas stacioni, hap pas hapi, derisa shteren argumentet, derisa shteren mundësit, dhe mo në përballjen nuk mbetet përveç se intervenimi dhe ndërhyrja e Allahu Dhul Xhelal dhe arrim tek sekuenca e fundit e këtij rrëfimi kuranor, e kësaj ndodhije historike, e kësaj që Allah i Madhëshëm e tregon. Në të gjitha epilogjet, në të gjitha përfundimet e këtyre ballafaqimeve, kjo është shumë e rëndësishme ta nënvizojmë me një vi nën këtë paragraf, me një vit kuqe, edhe gjithna ta regjistrojmë në mendjen tonë si të vërtet absolute, në të gjitha përballjet, ballafaqimet e pejgamberëve me popujt e tyre, pa marrë parasysh sa janë të mëdhej, sa është i madh numri i kundërshtarëve, sa janë të mëdhej dhe të fuqishëm kundërshtarët, edhe sa është numri i vogël i idhtarëve, i ndjekësve, dhe sa janë të dobët ata të gjitha segmentet e jetës, në atë shoqërore, në atë ekonomike, në atë politike, në atë kulturore, në atë ushtarake, fundi është ky: shpëtimi besimtarëve dhe shkatërimi jo besimtarëve. Kjo është e vërtet absolute që nuk ndryshon në asnjë etapë historike. Ani pse ti sot nga dobësia e umetit islam të shkon mendja me thonë, a thu vallë na mujna me fitu? Aha, çka janë të bëjë ata? Çka dojnë bëjnë? S'ka kush i nal. Na jemi shumë dobët, na mungon koka, na mungon organizimi,
na mungon referenca, na mungon identifikimi, na mungojnë numrat, na mungon kualiteti, na mungon industria, na mungon ekonomia, na mungon ushtria, na mungon... Këtë janë konstatime të vërteta dhe është e vërtetë se ummeti islami mungojnë shumë gjëra. Megjithatë, historia shumë herë e ka dëshmu se e vërteta ka me triumfu jo me numër dhe sasi, jo me fuqi edhe ushtri, por një gjë që na fatkeqësisht shpeshherë e humbim nga analizat tona ajo është e drejta, haku me kënd është. Nëse është haku në anën tone, nëse është e drejta me ty, ti ki me triumfu, o sot o nesër. Nëse ti je në anën e të padrejtit, e zullëmqarit, ti ki me humb, kur do herë që ndodh ajo humbje. Edhe andaj, Allahu Dhu Gjelal e shpëtoi Salihun alisem dhe idhtarët e tij dhe i shkatroi qafirat dhe kundërshtarët e tij. Ju e dini se ishte njëra prej sfidave me të cilat i sfidoi Salihu a.s. popullin Themud, deveja, dhe tha mos gaboni me prek atë më të keqe. Momentin që ju e therrni deven, ajo është argumenti i fundit i debatit, i analizës, i përballjes intelektuale akademike, mas kësaj mos ka hapësirë për marrëveshje, për negociata, mas kësaj vjen dënimi i Allahut Dhu Gjelal. Dhe u tha Salihu a.s. në momentin që ju e therrni deven, nuk ju ndeshkon Allahu me njëre, ju jep afat 3 ditë dhe mas 3 ditëve ka me ndodh ajo që Allahu e ka premtu dhe me te ju ka kërcënu. Pa ku një farë dyshimi dhe dileme dhe hezitimi. Në surën Hud ajeti 65 thot Allahu Gjelal fa aqaruha, e therën demën, fa qale tamatta'u fi darikum 3 ayyam, e u thot Allahu i madhëshëm, knaqoni ju shtëpite juaja 3 ditë, dhalika wa'dun ghayru maghdhub, e kjo është premtim që s'ka mundësi askush me përgënjeshtu, se mas këtyre 3 ditëve vjen dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe në ditën e 4 që në mëngjes ndodhi ndëshkimi, dënimi, zbriti, hidhrimi dhe zemrimi i Allahut Dhu Gjelal dhe u shkatrua ky popull. Në surën Hud, pastaj ajeti 66 dhe 67, vazhdon Allahu Dhu Gjelal me sqaru atë që ndodhi në mënyrë të detajizuar, dhe këtu na do ndalemi pak mi pa fazat me të cilat Allahu i Madhëshëm e shkatroi popullin Themud. Falamma jaa amruna najjayna Salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawma idhin inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-aziz. Kur erdhi vendimi jon, mi ndeshku ata, ne e shpëtuam Salihun dhe besimtarët që ishin me te, me mshirën ton. I shpëtuam ata nga poshtrimi asaj dite. Subhanallah, ky ajet me jep me kuptu se krejt banorët e Medjenit, e Hijrit, e asaj zone, ishin një besimtarë, dhe gjithë ata Allah i shkatroi. E këtë pakic e shpëtoi, si na sot muslimanët. E na pak krahasim me zullëmqarët, me qafirat, me agresorët, me terroristat shtetënorë. Edhe ti thu si kina me shpëtua. E shkatron Allahu zullëmqarin, njëkohësisht ty flet pa prekshëm. Sidomos ku do e shohim se çfarë mënyre ka përdorur Allahu me shkatrua ata. Për me kuptu se për Allahun madhreshëm nuk ka pengesa në realizimin e vendimit ti të shkatrimit të shumicës dhe të shpëtimit të pakicës. Se zakonisht në themi, dhe thot në përmes të thatit shkon edhe i njomi. Kur? Ate kur
i njomi i nështrohet thatit, edhe bëhet si aj edhe me te. Ama kur njomi reziston thatësin, e kundërshton atë dhe nuk rreshtohet me ta, nuk identifikohet me ta, e shpëton Allahu Dhu Gjelal ashtu si që din madhni e ti me shpëtu, kanë donë me shpëtu. Andaj tha Allahu Dhu Gjelal, në gjejna salihan, e shpëtuam salihun, walledhina amenu ma, dhe ata që besuan me ta. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, dhe jo besimtarët, zullumqarët, i kapi ulurima, britma, edhe ngelen kufoma në shtëpijat e tyre. Sekund. S'përdori Allahu Dhu Gjelal as trupa qiellor mi godit ata, as bomba, as raketa, thjesht ulurim, brit, zon, i fuqishëm, i cili i mbyti ata të gjithë, edhe mbetën kufoma në shtëpin e tyre. Pastaj tha në surën Hijra ajeti 83 tha fa akhadhathum as-sayhatu musbihin, i kapi ata ulurima britma në mëngjes herët. Sabah. Ata tu mendu se nesër kanë me gëdhi në mëngjes, kanë me uqu sabah, edhe kanë me vazhdu ditën me qefet e veta. Në atë sabah të hershëm, kur ata i kishin këto plane, këto dëshira, Allahu Dhu Gjelal e lëshoj këtë zanë, këtë ulurim, këtë britmë, dhe i shkatroj ata të rësisht. Normalisht, janë disa ajete që japin disa mesazhe në mënyrën e shkatrimit tyre, dhe thash që na do ndalemi t'i elaborojmë, t'i zbërthejmë ato një nga një, që të shohim se çka ka ndodhur konkretisht dhe si Allahu i ka shkatru këtë popull në mënyrë të detajzuar. Në surën Al-Qamar ajeti 29 dhe 31, thot Allahu Dhu Gjelal, فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. Ata populli salut e thirrën atë faqezion që folën për te, atë udhëhesin e grupit kriminal, që tha, une, çka të keni nevoj, une jam aj. E kështu Allahu Dhu Gjelal botës së zullumit shpesh herë ja çon një të krisur, i cili i merr përsipër mi bë krimet makabre dhe mendon se me atë tregon fuqinë e tij, e bëhet sebeb zullumi që ai e shton me i ardh fundi atij dhe zullumqarëve në përgjithësi. Fanadau sahibahum, e thirrën këtë faqeziun, fata'ata fa'aqar, e mori thikën dhe theri devën. Pak punë, tha, kjo është. E sosione. Sikur se të thënë sot njerëzit e fuqishëm botë, s'ka problem, e bëjmë na. Kemi anije aeroplan mbajtës, kemi aeroplanat më të mirë në botë, kemi ushtrinë më të madhe në botë, kemi armatimin më të mirë në botë, kemi, do thot, përkrahen e njerëzve, botës e shteteve, dhe çka duam bëjmë na. Edhe ky ishte më i forti, kishte bandën më të madhe, edhe kur i than veç mos po durohet Salihu alayhis salam me punën e tij, therrë devën, edhe sose këtë punë, fata'ata wa fa'aqar, e theri devën. E mori vendimin më të kopshëm për te dhe për popullin e tij. Ka njerë për shembull na tutemi kur dikush prej forcave të mëdha në botë merr vendime ekstreme të këqija. Edhe neve na ka panika. Edhe tutemi, friksohemi, a thu vallë çka ka me ndodh. Nesër mas nesër, këtë javë, muajin që vjen, këtë vit, a filloi lufta e tretë botërore, apo ala jemi përgatitur, apo veç ka filluar më herët. Muhabete që i shifin në për analiza, në për televizore, në për shkrime. Edhe shumica për neve, me gjithë se s'ka shumë dituri as fetare, as geopolitike, se që për neve komenton nga kandi i vetë, u bo, s'u bo, erdhi, s'erdhi, kiameti afër, kiameti larg, Armagedoni, Hermegjduni, betejat e fundit para kiametit. Krejt na futemi më një
lavirinth të analizave, mendimeve, edhe na kap ketëve panika. Mirë po, harojmë se krejt që ka ndodhë, ka me ndodhë me caktimin e Allahut. Dhe këtu me rëndësi është i thjesht në palën e duhur, me palën e duhur, në anën e duhur. Veç që duhet për teja. Së është me rëndësi të ja i kupton se cila fazë e luftave është, a është para kiametit, a është larg kiameti, a është afër Armagedonia, së është afër, ç'është është me rëndësi kjo punë. Ajo që është me rëndësi për mua dhe për ty për na si besimtar është me ditë a jemi në anën e duhur, a jemi në palën e duhur, që kjo është me rëndësi. Nëse jemi në anën e duhur dhe me palën e duhur, çka do që ndodh botë ti si humbës? Ti je fitimtar. A është kiameti afër? A janë betejat e para kiametit afër? Armagedonia ka me ndodhë, s'ka me ndodhë në këto beteja tani të mëdhaja që priten me ndodhë, hiç është me rëndësi. E këtu identifikimi jonë me hakun, me të vërtetën, me Kur'anin dhe Sunetin, me drejtësinë, rrështimi me të vërtetën, shërbimi i të vërtetës, deklarimi qartë edhe dukshëm i rrështimit tanë, këtë bën dobi. Ku do që je? A je në lindjen e mesme atje ku është kriza e luftrave? A je në Ballkan ku je pak më periferi, apo je në Antarktikën në aty ku është fundi i botës? 10.000 kilometra larg. S'është më me rëndësi. Me rëndësi është që ti je rreshtu sakt. Edhe çka do që ndodh, a kur e vendosë Allahu me ndodh diçka s'ka kush e nal, as friga jeme as e jotja. As pjesëmarrja jeme as pjesëmarrja jote, se në nal vendimin e Allahut xhelal. Andaj mos e lodh veten me kësi lloj muhabetesh. Se s'mundet nëse vendosë Allahu me ndodh diçka se në nal kur kush botë. As fuqitë e mëdha as njerëzit e thjeshtë. Andaj ti mos u merr me këto gjëra, ti merru vetëm me këtë pjesë. Dy gjëra më rëndësi. Identifikohu me të vërtetën dhe deklaro, thuje publikisht se ti je me të vërtetën dhe kundër të pavërtetës. Që rrështimi jot jetë i dukshëm i qartë. Tu s'ka hapësirë për kamuflime, për rrështimet mshefta, domethënë ajo politika e Titos që ishte në atë kohë jep shenjë djathtë e shkon të majtë. Kjo tash zvlen. Tash unë edhe ti si musliman duhet jemi të qartë. Edhe në rrështim, po edhe në deklarim. Unë jam me Islamin, unë jam me Kur'anin, unë jam me Sunnetin, unë jam me umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush është kundër këtij, unë jam kundër atij. Shumë thjesht është muhabeti. Ama mund me kushtu po. S'ka më këtu hapësirë për kamuflime. Rrështimi nuk ka një qartë. Si në rastin e Saliut alayhis salam. I dhujtarët ishin qartë në armiqsinë e tyre ndaj Saliut alayhis salam dhe mrekullive të Zotit, edhe normalisht besimtarët ishin qartë që na me Saliun, edhe ndjekën bukën e tij ani pse na pak. Ju jeni shumë çka të dojni bëni, po na nuk e lëm këtë rrugë. Edhe do thot Allahu dhul Jalal fe kejfe kjana adhabi wa nudhur, ata e panë se çfarë ndëshkimi ka ple ata, pasi që Allahu va kishte tërhek vërejtjen ma parë ma zgaboni, me bo këtë hap. Se në momentin që ju e mbytni deven, e therdhni atë, vjen dëshkimi Allahu Gjelal, inna arselna alejhim sajhaten wahida, na qumë një brit me një ulurim, fe kanu ke hashimin muhtadir, e ata u bon si kashta, e shkelun në për ahar. Do njerëzit që ishin njerëzit të mëdhej, të fortë sen, ushtrin për toke, jo vetëm që ushtrin, po edhe gjenazit e tyre u than, u përthan, e u bon grimca thërmi, si kashta, e tash na për mi kuptu do ajeti kuranore na shëherlit, që s'kena pun me bagti, me hajvanat, me ahra, e kemi problem me i kuptu. Se s'kina pana realisht, është e kishtin me perceptu. Nahër, dhe thot, ngrasht të hajvanatit i qesin kasht me hangër. E kasht e zakonisht është e that, edhe ajo kër e kafshenj kafsht me hangër, dhe më dhonë thërmohet let edhe bëhet pjesë edhe ma të vogla, pas të një pjesë e asaj kashte
hudhet aty ku rin hajvanati, po flas për ahrat e vjetër, dhe ata aty me bajgat e tyre e bëjnë një lloj shtrese thatë, ku flenë gjatë natës derisa t'i vjen dita e mëngjesit për me e pastru ahrin nga bajga e tyre. Pa e kasht është e thatë, është e thërmume, edhe është e shtypun. Ashtu thot Allahu Dhu Gjelal, u bon ata, do thot, si kashta e hudhur në për ahr. Bilëm e mora përkthimin e këtij ajetit kuranor prej disa përkthimeve për me kuptu se si e kanë përkthy ata hoxhallarët që kanë përkthy. Në thot, ne u dërguam mbi ta një ulurim të vetme, ata u bën si sana e coptuar në pleme. Si sana dhe më kashtat e coptuar, e thërmuar, e bërë dhe më e shkelën, e shtypën në pleme ku i kanë majt ata hajvanatin. Kjo ishte, dhe thot, mënyra se si Allahu Dhu Gjelal e shkatoi këtë popull në momenti kur ata të reguan arrogancën e tyre dhe morën vendimin fatal në jetën e tyre. Pastaj, kur analizojmë ajetet kuranore që flasin për shkatrimin e popullit Themud, e shohim se janë përmend 3 terme. Një është e sajha, brit me ulurima, e dyta e rëgjfe, dridhja dhe tërmeti, dhe e treta saiqa, rufeja, vetima që themena. E 3 komponentet kanë ndodhur një pas një në shkatrimin e popullit Themud, ku Allahu Dhu Gjelal ka tregu fuqit jashtëzakonshme për shkatrimin e këtij popullit në këtë formë, për mi tregu të gjithë popujve në botë që nga ajo kohë deri më sot dhe deri kiamet mos e hidhroni Allahun. Mos e zemroni madhinë e tij. Se në momentin kur ai hidhrohet dhe zemrohet dhe vendos me shkatru një popull, s'ka kush i del atij karshi. Andaj ulemat kur kanë analizu këto 3 terme dhe 3 momentume me cilët i ka shkatru Allahu dhe popullin e Themud, kanë thonë se nuk ka kundërthënie mes britmës ulurimës, as dridhjes tërmetit e as rufes. Pa të janë faza që kanë ndodhur njëra pas tjetrës shumë shpejt, edhe këtë ai momentum është bën një tërësi dhe është shkatru populli i Themud alisa. Çka ka ndodhur? E para, do thot është qatë toka, pi mrenda. Edhe në momentin që është qatë toka, është shkaktu dridhje dhe tërmet. Edhe neves na ka ndodhur në tërmet i madh me përjetu, kena pas në tërmetet vogla kohën e fundit, por në momentin që ndodh tërmeti, ti fillon me kuptu se s'ki ku një farvlerën këtë tokë, se ku të shkelish, del se s'ki shkel, se dridh toka edhe ti të desh me ecë, me majtë barabarin, rëzohesh, se s'ki vetë kontrol, s'ki balans, se na kemi balans në ecjen tonë, për 2 arsye. Para se toka është domethënë me një lëvizje të përshtatshme që mundemi na me lëviz në të, dhe gravitacioni i cili neve na man lidh për tokën. Se në momentin që dridhet toka, ti s'mundesh me majt balansin, sikurse për shembull kur don me ecë në gjëra të lëvizshme, në ujë për shembull, nëse shton diçka në ujë dhe mundohesh me lëviz, ku shkelte ajo batis, shkel tjetër batis edhe hu balansin edhe bie. Edhe dyta gravitacioni. Ngref edhe ti shkel hap mas hap edhe ecë. Ata që shkojnë, do thotë që kalojnë pjesën e tërheqjes së gravitacionit, kur fotografitë ose video që na pa për ecjen e tyre në hon, e shohin se nuk ka gravitacion dhe ata fluturojnë faktikisht nuk ecin. Kjo ka qenë çështja e parë që ka ndodhur. Momenti që ka ndodhur ky destabilizim i tyre,
do thot ka ardhur zhurma si rezultat i asaj plasaritjes brenda barkut të tokës. Faktikisht ka ndodhur kjo një kiamet i vogël në atë vend. Edhe ka ardhur britme dhe ulurima, edhe i ka rrezu për tokë, edhe mas kësaj e treta ka ardhur do thot edhe rrufeja, edhe ka kriju një tensionim të atmosferës, sa që s'ka mujt kurkush me të gjallë. E këto është trishtim për mi trishtim. Trishtim pas trishtimi. Dridhja, destabilizimi, ulurima, britme e madhe, edhe rrufeja që ka kriju elektrizim jashtëzakonshëm. Na e dimi për asaj që kemi lezuar se në momentin që e kap rrufeja një dru ose një objekt e kallë më një herë, për shkak se temperatura ose rryma që e prodhon rrufeja është, do thot shumë e madhe, tash nuk e maj men saksisht sa kilovat e megawatt, po është shumë e madhe që është e pamundshme me rezistu. Në këtë situatë, do thot elektrizohet këtë gjendja dhe normalisht krejt njerëzit që kanë jetu jo besimtar, ata bijnë për toke, jo vetëm gjenaze të forta, po gjenaze të thata, djekta, shkrumume, gjenaze të shkelta, të thërmume, që s'kan ku një farpeshe dhe vlere. Në këtë situatë, besimtarët Allahu u jep mbrojtje speciale dhe ata shpëtojnë edhe ngelen gjallë. Andaj tha Allahu Gjelal, fa akhadhathum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, i kapi ata rrufeja dhe ata mbetën në shtëpinë e tyre kufoma. Pra këto janë, domethënë, kjo është falni, rajfatu është dridhja, kurse sa i përket rrufes është në ajetin Fussilet, ajeti 17, ku Allahu thotë wa amma thamudu fahadaynahum, popullin Thamud na i çum pejgamber me udhëzu ata. Fastahabbu al-ama 'ala al-huda, mirë po ata i dhan përparësi e deshtën më shumë verbërin lajthitjen se sa udhëzimin. Sikur është sot në botë. Do na i ftojmë njerëzit në udhëzim, mirë po ka njerëz që refuzojnë, kundërshtojnë, e zgjedhin lajthitjen devimin, tu e pa se nuk i çon askund situata e tillë, ata insistojnë në jetën pa udhëzim. Wa amma thamudu fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda fa'akhadhathum as-sa'iqatu al-'adhabi al-hawni bima kanu yaksibun. E pasi që ata i dhan përparësi devijimit para udhëzimit, atëherë i kapi ata rrufeja e ndëshkimit dhe poshtrimit si rezultat i asaj që kishin bërë ata. Gjithashtu në surën Adh-Dhariyat ajeti 43, 44, 45 thot Allahu Xhall wa fi Thamuda idh qila lahum tamattau hatta hin, keni shembullin në popullin e Thamudit, të cilit popull ju tha kënaquni derisa të vjen momenti i ndëshkimit. Edhe kjo është ajo që na ja themi botës së kufrit. Bëni çka doni. Dëfrehuni sa doni. Kënaquni me të mirët e kësaj bote sa të keni mundësi më kënaq. Një ditë ka më ardh fundi kësaj pune. Se jeta mbi këtë tokë nuk ka mundësi me u vazhdu nëse nuk ka njerëz që e besojnë Allahun si duhet dhe i thrasin njerëzimin në shpëtim. Në momentin që zhduken këta njerëz, zhduket jeta mbi këtë tokë. Edhe kufri dhe forca e tyre ka më ardhë shkatrime dhe fundi i tyre, do thotë nëse ata vazhdojnë në këtë rrugë. Fa'atau an amri rabbihim, ata u treguan arrogant me ndjemdhej ndaj urdhit të Zotit tyre, fa akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun, dhe i kapi ata rrufeja duke prit. Sa ata domethënë nuk ishin të bindur se ka mendonë ndëshkimi për Allahu Xhelal. Ajo që folim na sot për shembull shumë qafira, shumë jo musliman, shumë islamofob, shumë analist intelektual për popullit tonë që folin gjuhën tonë, të janë prallat e muslimanëve, të janë prallat e Muhammedit, të janë prallat e Kuranit. Edhe tallen, edhe përbuzin, edhe kundërshtojnë. Na i themi atë që ka thënë Allahu i Madhëshëm, prit në ju vendimin e Allahut, se gjithsesi ai ka më ardhur.
Edhe ka me goditë rrofeja ata megjithëse ata dyshonin se ka me ndodhur gjë e tillë, famastata'u min qiyamin wama kanu muntasirin, ata as që arritën më të çohen për zyrtin kom, e as që kishte kush i ndihmon ata. Sot kufri e ndihmon njëri tjetrin. Musliman fatkeqësisht nuk e ndihmojnë njëri tjetrin. Andaj Palestina mbeti e vetmuar për shkak se muslimanët se ndihmojnë. Arabët se ndihmojnë. Përveç një pakice. Mirë po, kur vjen dënimi Allahut me shkatërru qafirat, këta qafirat që bëjnë koalicione të lloj-llojshme, s'kan me mujt me ndihmu njëri tjetrin. As me shpëtu njëri tjetrin. Edhe ka me ndodha ajo që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Pa rrufeja vjen nga qielli me zhurmë, do thot sjell dëshkimin nga Allahu, dëshkimin e Allahut xhelal, është fuqi e madhe elektrike e cila është zjarm, është dëshkim, është zhurmë e trishtueshme, sjell vdekjen dhe i shkatron ata njerëz të cilët do thot e kundërshtuan urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Ata mendojshin se ani se na e kena therr devën, këto premtimet e kërcimet e Salihut janë të kota, ai është askush, s'ka fuqi, s'ka vlerë, ata janë pakicë, s'na ndodh neve asgjë. Allahu dhu xhelal këto dënime në një kohë marrëmend se shumë të shpejt vaçoj edhe këto ata i shkatroi. Wa anja Allahu salihan, e shpëtoi Allahu Salihun alayhis salam walladhina amanu ma'ahu min almu'minin, dhe i shpëtoi ata besimtarë që ishin me te. Edhe kjo është ligj për ligjeve të Zotit që ndodh të gjitha etapat historike, ka me ndodh sot edhe ka me ndodh nesër. Thot Allahu dhul xhelal në surën Fussilat ajeti 18, wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, i shpëtuam ata që ishin besimtarë dhe që ishin të devotshëm. A do me shpëtu të gjitha ballafaqimet e mëdhaja botnore ku ti s'ki fuqi me rezistu, me kundërshtu, me luftu, ti një gale maje. A je për atyre që kanë iman edhe takvallëk, apo jo? Që këtë gale maje, vetëm. Pasu merë me punë geopolitike, se kapaciteti jatë është i vogël ti më marrë me te. Lexoj rrjetet sociale, komentet e muslimanëve, e qesin vetë si me qenë ekspert e këtyre problematikave. I themi na mos u lodh me shkrujt, e me ofru analiza, me tregu qëndrime se janë problemet mëdha, shumë më të mëdha se te dhe takati jot. Edhe s'është pase plus me rëndësi kjo punë. Normalisht, tjetër është ajo ekspertët e lëmis, dietarët e mëdhej islame, shkencëtarët edhe ata që duhet me dhonë udhëzime, rekomandime, është më bet tjetër, po flas për xhamatin e thjesht, që asnjë shkollë të mesme ndoshta nuk e kanë kryer, po edhe një fakultet shkele shkoj e ka, e merret me punë të mëdha. Ti mos u merr me atë punë, merru me këtë. Ai e për atyre që kanë iman të mjaftueshëm edhe takvallok, ajo. Unë edhe ti do të më amojt gale vetvetes që e falim vitrin para se me flet apo nuk e falim. Edhe me amajt gale vetes, a qomin sabah me farë sabajnë, apo nuk qomi. Që këto gale ti majt, kjo është ma e madhe dhe ma e dobishme për ty se me hiti e me analizu luftën Amerikës me Irani. S'ki kapacitet. S'ki ti komponente që ndihmojnë ty me dhonë do një mendim. Veç se lodhe shkot edhe shkun diçka që ka s'ka vlerë dhe rëndësi. Ama po me falë vitrin para se me fletë dhe me uqunë sabajnë me falë ko, kjo është përgjegjësia jote, edhe për to kime dhonë llogari, fiton shpërblim edhe mëkat nëse ti nuk i kryen këto obligime. Andaj Allahu Dhul Xhelal e tregoi qartë se për çka duhet të angazhohemi na, unë edhe ti sot, për iman dhe për takvallok. Kone fitneve o vllazni, sikurse janë këto situata tash të reja gjeopolitike që sipas muhabeteve kanë mundësi edhe mund ndërliku edhe ma shumë. Po na nuk duhet as mu tut, as mu marrë me te. Na duhet mu marrë me vetën tonë. Me imanin tonë e takvallokun tonë.
Edhe atë me shtu, edhe pasaj ti mos i gale se kur vjen vendimi i Allahut me shpëtu, ka me shpëtu. Në surën e Shems, edhe këto janë ajeteve të fundit edhe në Kur'an, po që flasin për Themudin alayhis salam, e jep Allahu dhul Jalal rezumen e këtë saj që tham, kedhebet Themudu bi tagwaha, arroganca e popullit Themud e çoi në përgënjeshtrim të Salihut alayhis salam. Mendje madhësia. Sot subhanallahu kemi sharu na këtë vazhdimisht në këtë serial. Arroganca është kulmi, nuk ka kombet bashkume, nuk ka këshill sigurimi, nuk ka rregulla, konventa ndërkombëtare. Arroganca botnore nuk respekton kurrë. Është kulmi i arrogancës. Bota mas luftës dytë botnore kanë menduar se duhet me themelu organizatën e kombeve të bashkume, këshillin e sigurimit, konventa ndërkombëtare që me kriju një lloj balansi në botë. Sot forcat e mëdha thonë neve s'ka kush na nal. Çka dojna bëjna, ku dojna hyjna, ka dojna e vrasna. Cilën do shtet që dojmë na e shkatrojmë, s'ka rregull, arrogancë. Kedhebet Themudu bi tagwaha për shkak arrogancës që kishte Themudi, për gënjeshtuan Salihun alayhis salam dhe porositë e tij. Idhi mba'atha ashqaha, e më i keqi prej tyre, ma fatziu, ma i kopshmi, ai që ka me mija faqe në dosjen Epstein për te, që ka arrit, do thot, pozitet më të ulët njerëzore që mundën me pas, ai e merr vendimin me shkatru botën. Faqala lahum Rasulullahi naqata Allahi wa suqiyaha, ati populli që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam kujdes deve në Allahut, atë që ka kriju Allahu, atë që ka urdhënu Allahu, atë që ka dhonë Allahu, rujne, mos e dilni karshi, mos e në përkamni, mos e shkatroni, se ka mu i shkatru Allahu të tëre. Fe kedhebuhu, ata e përgënjeshtruan Salihun alayhis salam, fa aqaruha, dhe e therën devën, fe demdeme alejhim rabbuhum bi dhembi fe sawaha, e atëra Allahu i shkatroj ata, dhe i bëni rafsh, krejt i shkatroj, asë një nuk e la, dhe bëni tokën rafsh me ta. Rafshin, ata kishin godinat mëdha, kishin fuqi industriale, ishin dikushi, ama Allah i madhreshëm, fe demdeme alejhim. Fjala dem e ka një origjinë arabe shumë interesante, se dememe e pastaj kur don me superlativizu, me bo shumë të madhe, ja ka shtu edhe shkronjën dal, edhe ka dalë pi dememe, dem. Shkatrim i fuqishëm, i ashpër edhe gjithë përfshirës. Fese waha, edhe i bori rafsh me tokën, wala yakhafu uqbaha, e mori Allahu këtë vendim, sepse s'ka kujt i frigohet për këtë vendim që e ka marrë, se as kush s'ka mundësi mi dalë karshi vendimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe i shkatroi Allahu dhul Jalal, e i bani rafsh me tokën, dhe nuk ishte më kurkush mundësi me dalë me thonë çka na ndodhi, pse na ndodhi. Kështu përfundon epizode e çdo zullumqarit edhe shkatrimtarit, normalisht, dhe ishte fundi edhe përfundimi i këtij tregimit, por ka metë edhe një pjesë që na do e vazhdojmë në desin e ardhshëm, se si Allahu dhul Jalal e shkatroi këtë popull dhe e largoi nga mundësia për të fituar nga mëshira e Zotit, dhe se çka tha pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ata popull të shkatruar në ato vende ku i ka dënuar Allahu dhul Jalal. Këto gjëra që janë pjesë e fundit të këtij rrëfimi kuranor, do i vazhdojmë në desin e ardhshëm inshallah taala, duke lutur Allahun të na e bjerë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, duke lutur Allahun e madhëshëm që Allahu t'i shkatron zullumçarët kudo që janë, të ndihmon besimtarëve të shtypur kudo që janë, duke lutur Allahun e madhëshëm që Allahu neve të na ndihmon të rreshtohemi me të vërtetën dhe me të sinqertit, dhe të jemi të guximshëm në kundërshtimin e zullumit dhe zullumçarëve, e të na jap fund të mirë këtë botë dhe grada të larta në xhennet. Walhamdulillahi rabbil alamin.